Përshëndetje miq, në ditën e sotme do të përgatis pite me suxhu Kosove. Do të na duhen për këtë recet këto përbërës: 5 deri në 6 gota të tilla, masa e tillë, me miell të bardhë gruri. Gjysmë gote me ujë. Uji duhet jetë i vakët, gjithashtu dhe qumshi. Duhet jenë të vakët, kurse kosin do ta kemi në temperaturën e dhomës. Pra 1 gotë me qumësht, 1 gjysmë gote kos, 1 gjysmë gote ujë, 1 paket me maja, 1 lugë çaji me krip, 1 lugë gjelle me sheqer, gjithashtu do të përdorim faraliri, sipas dëshirës, 1 kokër vezë, suxhuk Kosove, gjithashtu dhe 3 lugë me vaj ulliri. Në enën ku kemi vendosur miellin, do të shtojmë gati 3 lugë me vaj ulliri. Pasi shtojmë vajin, do të shtojmë të gjithë përbërësit e tjerë të lëngshëm. Do të shtojmë 1 kokër vezë, parat e lirit, 1 lugë gjelle me sheqer, majan, 1 paketë plot, gjithashtu do të shtojmë ujë, gati 1 gjysmë gote, duhet jetë i vakët, kosi duhet jetë në temperaturën e dhomës, të ambientit. Gjithashtu do të shtojmë edhe qumshin e vakët, sepse e ndihmon brumin që të vijë më shpejt, fermentohet më shpejt. Gjithashtu do të shtojmë dhe kripën dhe përziejmë. Fillimisht e përziejmë dhe me lugë dhe më pas mund të përdorim duar. Pasi kemi punuar mirë dhe kemi përgatitur brumin, në këtë mënyrë nuk duhet të jetë as shumë i lëshuar, por dhe jo shumë i fortë, dhe e kemi gati për ta vendosur tek ena ku e punuam fillimisht. Fundin e enës e kemi lyer me pak vaj ulliri dhe nga të gjitha anët kalojmë brumin që të mos zëri kore dhe të thahet. E lyejmë mirë me vaj dhe do ta lëm gati për 1 orë që të vijë, të fermentohet ose të rrisi vëllimin e tij. E vëmë në një vend të ngrohtë për gati 60 minuta. Tani që brumi ka ardhur, ka rritur vëllimin e tij, ne do ta shkëpusim në pjesë, do me thonë sa madhësia e pites që duam ne të krijojmë, aq pjesë brumi do shkëpusim. Në një enë kemi vendosur vaj. E lyejmë fundin e saj me vaj dhe këtu lyejmë pak dorën dhe marrim pjesë të tilla. Shkëpusim pjesë të tilla. I punojmë mirë, i rumbullakosim dhe i vendosim tek ena që kemi vaj. I lyejmë nga gjitha anët dhe për pak minuta do t'i lëm në këtë enën këtu, gati për 10 minuta. Kështu do të vazhdojmë me të gjithë brumin që kemi në enë. Gjithashtu edhe suxhukun e kemi prerë në pjesë të tilla, trashësinë e tij e bëjmë sa të dëshirojmë, nuk ka problem. E lyejmë brumin nga gjitha anët dhe vendosim tek tava, tek e cila kemi vendosur edhe vajin. Pasi kemi lënë për 10 minuta të pushojnë në një vend të ngrohtë, i kemi mbuluar gjithashtu edhe me një qese kuzhine. E largojmë me kujdes qesen dhe do të marrim pjesët e brumit, të cilat i kemi lënë në vaj, në yndyrë, dhe do t'i punojmë për t'i hapur në formën e piteve. I lyejmë pak nga të dy anët me vaj dhe i hapim. I hapim në këtë mënyrë dhe i bëjmë të mëdha sa të duam. Këtu do të vendosim suxhukun, të cilin e kemi prerë në pjesë të tilla. Gjithashtu, sipas dëshirës, mund të vendosim sipër tyre dhe pak rigon. Dhe e ngjeshim rigonin që të ngjeshet mirë tek brumi. I jep një aromë të këndshme gjatë pjekjes dhe bëhen shumë të shijshme. Këto pjesët e suxhukut i ngjeshim pak sa në brum, të ngjeshen që të zënë vend. Dhe kështu e kemi piten gati. Do e marrim dhe do ta vendosim tek tava për pjekje. Vazhdojmë kështu me të gjitha pitet, i punojmë, i lyejmë pak me vaj dhe nga vaji që kanë në tavë dhe i hapim. Vaji ndihmon që të hapen me lehtësi.
Shtrojmë pak rigon si pas dëshirës. E ngjeshim pak rigonin dhe sipër vendosim pjesët e sallamit. I ngjeshim pak me dorë dhe kemi piten gati. E vendosim edhe këtë tek tava për pjekje. Kështu do të vazhdoj me të gjithë brumin që kemi në enë këtu. Pasi kemi vendosur të gjitha pitet, i kemi hapur dhe i kemi shtruar në tavë, kemi bërë gati 10 pite, me këto masa do me thënë të miellit dhe të produkteve të tjera, kemi bërë 10 copë pite. Tani kemi gati për t'i pjekur në furrë, po përpara se t'i pjekim në furrë do t'i lëmë dhe 10 minuta të tjera në këtë gjendje siç janë, në një vend të ngrohtë. Pitet i kemi pjekur, sapo i kemi nxjerrë nga furra, i kemi pjekur në 200 gradë për 25 minuta. Në këtë mënyrë si i kam bërë unë sot, këto bëhen tepër të buta, me këto përbërës, me kosin, me vajin, gjithashtu me qumshin, bëhen tepër të buta dhe janë shumë të shijshme. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ju falenderoj që më ndiqni.